Në një atmosferë festive dhe emocionuese, Gjimnazi Sherif Hoxha në Koplik organizoi ceremoninë e diplomimit për maturantët e vitit shkollor 2024-2025. Ishin të pranishëm nxënës, prindër, mësues, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Ceremonia u hap me fjalën përshëndetse të drejtorit të shkollës, zoti Kujtim Lamthi, i cili u shpreh: Unë ju falenderoj shumë gjithëve pranishmeve, falenderoj veçanërisht prindrit e këtyre nxënësve të mrekullueshëm që na besuan formimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Jam besim plot që mësuesit e kësaj shkolle e kanë justifikuar besimin tuaj. Dhe gjithashtu jam shpresë plot që do t'jena krenar bashkë me prindët tuaj për arritjet që do t'keni ju të ardhmen. Shumë faleminderit. Falenderoj për praninë e tyre drejtuesit e bashkisë, pushtetit vendor, falenderoj ish drejtues dhe drejtues arsimit, gjithë pranishmit, por përsëri falenderimi më i madh shkon për prindrit. Shumë faleminderit. Mbarësit gjithmonë paçi. Në vijim, foli në prefekti i Malësisë së Madhe, zoti Hysen Hysaj, i cili theksoi rolin thelbësor të rinjve në zhvillimin e shoqërisë. Sot po mbylli një kapitull shumë të rëndësishëm dhe të gëzueshëm për ju, dhe hapni një kapitull të ri, i cili ato dije që keni marrë në shkollë mesme do i perfeksiononi dhe do bani dikush në jetë për të arritur atë që dëshironi ju për vazhdua jetën tuaj në fushat të ndryshme. Prandaj ju uroj suksese të mëdhenjshme dhe të bani dobishëm për veten tuaj, familjet tuaja, pse jo edhe për ne Malësia. Në emër të Bashkisë së Malësisë së Madhe, përshëndeti zëvendëskryetari i Bashkisë, zoti Sytkin Dreca, i cili u shpreh: Duke përshëndetur jo vetëm maturantët dhe nxënësit e tjerë që janë të pranishëm sot, por edhe mësuesit dhe në veçanti edhe prindit që i kanë dhënë një shtysë të madhe gjithë formimit të nxënësve në Gjimnazin Sherif Hoxha në Koplik. Në emër të institucionit të Bashkisë Malësie e Madhe edhe personalisht të kryetarit të Bashkisë zotit Tonin Marina, ju sjell përshëndetjet dhe bashkëpunimin që kemi pasur do ta kemi edhe në të ardhmen për të krijuar një infrastrukturë sa më denjë për gjithë arsimtarët, për gjithë nxënësit e kësaj shkolle. Ceremonia vijoi me ndarjen e diplomave, vlerësimin e nxënësve më të dalluar. Emocionet kulmuan me hedhjen simbolike të kapelave në ajër, një moment i paharrueshëm për çdo maturant që sot lë pas gjimnazin për të hapur një kapitull të ri në jetë.